dhe cilit sektor do të preken më shumë përsa i përket të rritjes së çmimeve në vendin tonë? Pra naftën? Jemi akoma në kohë që të marrim masat në mënyrë që ta zbusim sa më shumë këtë efekt, se ne jemi vend i vogël, kemi mundësi që të marrim masat dhe deri diku ta amortizojmë goditjen që mund na vijë, edhe pse nuk mund ta evitojmë. Por sektorët në cilët ne vërtet të duhet ta ndjejmë nëse lufta vazhdon mbi 2-3 javë të tjera, do të jenë pikërisht importet ushqimore e para, padyshim çmimi fundor i naftës dhe karburantit që ne përdorim për makinat tona, e dyta, turizmi do të jetë një komplet si industri, do të impaktohet nga kjo, sepse duke qenë se rritet çmimi i karburantit edhe të avionëve, atëherë do të rritet edhe çmimi i biletës, e kështu me radhë, shkon në mënyrë zinxhir, dhe pjesa 4 dhe më e rëndësishme, ajo pak industrie lehtë që ne kemi dhe ai pak sektor që merret me transportin, import-eksportin në përgjithësi, gjithashtu do rriten kostot e tij dhe si pasojë do rriten kostot e produkteve që ata sjellin.